Të dashur miq, i tërë Kurani është një libër i cili e rrit shpresën e besimtarit dhe besimtarës, të lexuesit. Mirë po ka disa ajete janë shumë të veçanta se i përket mesazhit që japin dhe që përçojnë, si mesazhe shpresdhënëse. Në mesin e ajeteve është ajeti i 5 i surës Ad-Duha, ku Allahu xhaleshanu flet për Muhamedit alayhis salam. E tërë sura i kushtohet dhe i dedikohet Muhamedit alayhis salam. I është shpallur në një moment kur Muhamedi alayhis salam ishte i mërzitur për shkak të ndërprerjes së shpalljes që kishte ndodhur për një kohë të caktuar. Dhe Allahu xhaleshanu vije me shpalljen, rishtas, edhe i thot: "Ne nuk të kemi harruar ti o Muhammed, nuk ta kemi kthyer shpinën ty." Prandaj dhe i thot Allahu: "Alesafa yu'tika rabbuka fatarda." Dhe Allahu ka me dhënë ti shumë, derisa ti t'jesh i kënaqur. A thua vallë çfarë do të thotë kjo? Ku përfundon kënaqësia e pejgamberit alayhis salam? A është përmbushma tash kënaqësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Komentatorët e Kuranit, mufessirët e famshëm, disa prej tyre, kur e komentojnë këtë ajet, e komentojnë aq bukur sa që e rrisin shpresën e besimtarit dhe besimtarit, sidomos të atij i cili e ndjen veten se është i thari i umetit të Muhamedit alayhis salam, që është pasuesi i tij. Thonë dietarët se kënaqësia e Muhamedit alayhis salam, me që Allah thotë do të kënaqesh ti shumë, pra do të kënaqesh kur do të jap ti shumë, do të përfundojë atëherë kur do të shohet që të gjithë iftarët e Muhamedit alayhis salam janë futur në xhenet. Pra s'ka mbetur asnjë nga iftarët e ummetit të tij, nga pasuesit e tij, e të mos ketë hyrë në xhenet. E pra, kjo është një jetë shumë shpresdhënës dhe që kënaq shpirtin tonë, rrit shpresën tonë që një ditë të jemi të kënaqur me Muhamedit alayhis salam, që ai të jetë i kënaqur me ne, me futjen tonë në xhenet inshallah. Allahu na mundsoft që një ditë të takojmë Muhamedit alayhis salam. Prandaj që nga dunjaja ne e pasojmë ata. Mundohemi që të pasojmë sunetet e forta, sunetet të cilat janë gajr muakkede, janë më të dobta. Hapim librin, lexojmë hadithe për Muhamedit alayhis salam. Dërgojmë salavate për shpirtin e tij, e kujtojmë emrin e tij, e shtojmë dashurinë për të, mallëngjehemi për të. Pra mundohemi ta ndjekim sunetin e tij, ta pasojmë atë, ta kemi model në moralin ton, në karakterin ton. Prandaj Allahu na mësoft inshallah që një ditë të jemi në xhennet me të dhe ta fitojmë për atë kënaqësitë e pejgamberit alayhis salam, që Allahu xhaleshanu për hatër të pejgamberit alayhis salam të gjithë iftarët e ummetit të tij të fusë në xhennet inshallah.